Në konferencën e fundit për shtyp parandeshjes kundër Shqipërisë, trajneri i Zvicrës Otmar Hitzfeld ka qenë disi agresiv në deklaratën e tij, duke kërkuar të zgjojë ndjenjën e nacionalizmit tek helvetët, nisur edhe nga fakti që në Luçern sot në mbrëmje pritet një numër jashtëzakonshëm tifozësh shqiptar, të cilët mund të variojnë nga 7.000 deri në 9.000 tifoz. Kjo është një ndeshje në të cilën duhet presin vërshëllime nga tifozët shqiptar, por kam bindjen se vërshëllimet e tyre do të na motivojnë më shumë. U bëj apel të gjithë tifozëve tanë që të na mbështesin në këtë ndeshje gjatë gjithë kohës. Kjo është një sfidë që luhet edhe në tribuna, u shpreh Otmar Hitzfeld, i cili vlerësoi edhe kombëtaren shqiptare. Shqipëria i luan shumë mirë këto sfida të cilat kanë një ngarkesë emocionale të madhe. Kështu duhet presim që ata të na vënë në trysni, sidomos falë mbështetjes së tifozërisë së tyre të madhe, paralajmëroi trajneri i kombëtares së helvetëve. Sidoqoftë, përkundër betejës në tribuna mes tifozërive dhe frikës së pushtimit të Sui Sport Arena nga fansat shqiptar, trajneri përfaqësuese zvicerane përpiqet të zhdramatizojë gjithçka, duke pohuar se ekipi i tij ka arritur të mund në sfidat e fundit kundërshtar mjaft fortë si Gjermania, Kroacia dhe Slovenia, e për këtë arsye Shqipëria nuk duhet të jetë një problem. Në shtëpinë tonë të vetmes gjë që i trembemi është vetë Zvicra, pra vetvetja. Kemi mundur Gjermaninë pak kohë më parë në miqësore dhe me spektakël, kështu që s'do të na ndalë Shqipëria, edhe pse ata luajnë në mbrojtje duke tentuar që të na godasin kur të jemi zbuluar në prapavi, përfundoi trajneri i njohur gjerman i Zvicrës Otmar Hitzfeld, i cili pritet të aktivizojë sot nga minuta e parë në mesfush 3 lojtarë kosovar, Shaqiri, Behrami dhe Xhaka, në mbështetje të dyshe sulmuese Stoker dhe Derdiok. Në stol do të jenë 2 lojtarët e tjerë me origjinë shqiptare, Xhamaili dhe Mehmeti, ndërsa Tranquilo Barneta, mbrojtësi me eksperiencë, do të mungojë për shkak pezullimi.